Ndikimet shëndetësore të agjërimit. Rëndësia e agjërimit në shërimin e llojeve të ndryshme të sëmundjeve është konstante në mjekësinë e shkuar dhe të sotme. Kërkimet mjekësore e përmendin këtë çështje, sepse faktori bazë në shumë sëmundje është të pakontrolluarit në ngrënien e ushqimeve. Lëndët e tepërta ushqyese grumbullohen në trup në formën e yndyrnave dhe këto së bashku me glukozën hyjnë në gjak. Këto lëndë janë vendi i përshtatshëm për shumimin e llojeve të baktereve dhe të sëmundjeve. Në këtë gjendje, agjërimi është rruga më e mirë për luftimin e këtyre sëmundjeve dhe për zhdukjen e këtyre mbeturinave të grumbulluara në trupin e njeriu. Agjërimi i djeg mbeturinat e mbetura dhe të grumbulluara në trup. Në realitet, agjërimi është një proces për pastrim të plotë. Në shtesë të kësaj, ai është kohë çlodhëse për aparatin e tretjes dhe për pastrimin e tij. Kjo lloj çlodhje është e domosdoshme për këtë aparat delikat, i cili është në punë gjatë gjithë ditëve të vitit. Sipas mësimeve islame, duhet që agjëruesi nuk duhet ta teprojë ngrënien e ushqimit në iftar e në syfyr, me qëllim që të realizohet ndikimi shëndetësor i këtij adhurimi. Përndryshe, rezultati do të jetë i kundërt. Dietari rus Alexis Soforin në librin e tij thotë: agjërimi është mënyrë e suksesshme për shërimin e sëmundjeve të anemisë, të dobësisë në zorrët, të infeksioneve të lehta dhe të rënda, të gjendrave të brendshme dhe të jashtme, të tuberkulozit, të sklerozës, reumatizmës, nervit shiatik, ekzemi i lëkurës, sëmundjet e syrit, diabetit, sëmundjet e veshkave, të mëlçisë e të tjera sëmundje. Shërimi me anë të agjërimit nuk kufizohet vetëm me sëmundjet e përmendura, por përfshin edhe sëmundjet që kanë lidhje me bazat e trupit të njeriut dhe me qelizat e tij, si për shembull kanceri, sifilisi, tuberkulozi, murtaja.